Do t'ju tregoj tani se si është një apartament me një planimetri perfekte. Nis me një korridor shpërndarës, ku në të majtë, na çon tek dhomat e gjumit dhe 2 tualetet e shtëpisë. Dhe në djathtë kemi sallonin. Salloni është goxha i bollshëm, ka një gjatësi për më shumë se 7 metra, nga fillimi deri në fund. Këtu është pjesa e kuzhinës. Ai gjithë kjo këtu është pjesa e kuzhinës, që vendosen gjitha pajisjet. Tu kemi ambientin e ndenjes dhe ka një gjerësi prej pothuajse 4 metra. 28 metra katror vetëm salloni. Kemi dhe dalje në një nga 2 balkonet e shtëpisë. Siç thash, ky është vetëm një nga 2 balkonat. Orientimin jemi veri perëndim. Dhe tani do shikojmë dhomat e gjumit dhe tualetet. Kjo është dhoma e gjumit e fëmijëve, e cila ka një gjatësi më shumë se 5 metër dhe lehtësisht mund vendosen 2 krevate tek, por edhe 3 nëse është e nevojshme dhe një dollap. Edhe kjo ka të njëjtin orientim si pjesa e sallonit. Këtu është tualeti kryesor i shtëpisë, i cili është izoluar deri në tavan dhe ka sistem hidraulik multistrad. Dhe dhoma e gjumit e çiftit, e cila gjithashtu ka një gjatësi për më shumë se 5 metër. Këtu mund vendosin televizorin dhe një komodin vogël, dhe këtu pjesa dollapit. Po gjesi organizimin patjetër që e bën më mirë. Dhe ky është balkoni i dytë i shtëpisë. Këtu vendoset pjesa e kondicionerit. Kondicionimi është multisplit, që do thotë me një motor ti mund nxjerrësh kondicionerin në çdo dhomë. Kjo ju kursen patjetër energji dhe kosto për pjesën e instalimit. Dhe shikojmë tualetin e dytë, i cili po ashtu është izoluar deri në tavan. Vlen për të përmendur që në këtë apartament janë bërë disa investime ekstra, si ato që përmendëm, apo edhe pjesa parketit, që është shtruar nga vetë i zoti i shtëpisë aktual, por që do jetë ish pronari pasi u ta blini. Pallati është i 2022-shit, pjesë e një kompleksit të mirëfillt me çdo shërbim të nevojshëm dhe mbi 3000 m2 hapësira të gjelbra. Disponon dokumentacion plot hipotekor dhe mund bëhet blerje pjesëme me kredi. Na kontaktoni për më shumë informacion.